Gjell me thjerrza e perime të ndryshme e shoqëruar me bullgur dhe një sallatë fshati. Kjo është gjella perfekte për ata që janë në dietë ose të thjesht duan të hajnë një ushqim të shëndetshëm, por me plot shije. Marrim një gotë të madhe me thjerrza dhe e lëm në ujë, më pas prim perimet, mora një kokër qep duke ngrirë imët e imët, të kuqe ose të bardhë nuk ka rëndësi, vendosim në vaj ulliri dhe e skuqim. Ndërkohë presim karrotën imët e imët, marrim dhe një thelbi hudhër dhe e ngrim sa më imët të mundemi, e hedhim te qepa e skuqur, vazhdojmë me hedhjen e karrotës, më pas prem patatet në kubik. Prem 2 kunguj të vegjël gjithashtu dhe këto në kubik. I shtojmë tek tenxhere duke i skuqur për 5 deri në 6 minuta të gjitha perimet. Shtojmë dhe një spec jeshil duke e ngrirë atë imët e imët dhe i shtojmë pak pastën e domates dhe erëza si shafran indie, piper të kuq të ëmbël, rigon, curry. Kjo gjellë i pëlqen shumë erëzat, kështu që hidhini pa frikë dhe provojeni këtë mënyrë që unë e kam zgjedhur. I shtojmë dhe 2 gjethe me dafinë, mbulojmë me ujë dhe vendosim të zihet. Më pas përgatisim bullgurin. Bullguri ka shumë proteina, fibra dhe hekur. Shtoj një lugë gjalp, 2 kupa me bullgur dhe 4 kupa me ujë. I hedh dhe krip, e lë të zihet për çerë kohë me një masë mesatare dhe bullguri ka dalë perfekt. Gjithashtu dhe gjella në arzie është super e shijshme dhe me plot vlera ushqyese. E shoqëroj me një sallatë fshati. Më besoni, shija ishte fantastike. Ju ftoj ta provoni. Faleminderit.